Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio së bashku me miqtë e mi. Sot jemi ndalur në një anë shumë të rëndësishme të marrëdhënieve tona, siç është komunikimi. Komunikimi mes njerëzve, por edhe komunikimi si media, ka të bëjë natyrisht jo thjesht me lajmet, por me një sensibilizim dhe me një informim të vazhdueshëm të tij. Cili është roli i komunikimit pikërisht në një kohë të veçantë, siç është koha e pandemisë nga COVID-19. Kjo është tema e programit të sotëm, me të cilën do të diskutojmë së bashku me të ftuarat e mia, janë Olta Jahaj, mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Dhe Klea Grizhja, mirëmëngjes, studente në degën gazetari komunikim në Universitetin Luiq Gurakuqi. Natyrisht duke qenë në një fushë të tillë, siç është komunikimi, ju studioni çdo ditë dhe me sa kam marrë informacion jeni mjaft të prirur ta zhvilloni komunikimin në praktikën tuaj dhe në studimet tuaja. Qëndrojmë në një situatë pandemie, në një situatë ku informacioni luan rol, komunikimi gjithashtu. Ju si e vlerësoni një mundësi të tillë bashkëveprimi me njerëzit? Atëherë, për mua komunikimi ka qenë shumë i rëndësishëm që në fillim, sepse u morën pjesë të zyrtare dhe institucione zyrtare për të folur dhe nuk dolen njerëz thjesht apo njerëz që nuk dinin se çfarë ishte Covidi. Por ka pasur edhe portale të cilat nuk e kanë bërë të lehtë komunikimin e lajmeve për Covidin, sepse disa prej portaleve jepnin edhe lajme që njerëzit i futnin frikë apo panik. Dhe komunikimin këtë rast duhet ishte ndihmues dhe jo t'ishte anën e kundërt. Pra duhet na ndihmonte ne që ta kuptonim më mirë dhe të mos futeshim në ankth apo panik për një situatë që nuk ishte as pak e zakontë për ne. Po, ju mendoni se ky lloj komunikimi, të zgjedhësh anë të ndryshme të informimit, duhet të ketë një drejtim, një lloj intuite për tu bashkangjitur me informacionet, me mundësitë e një komunikimi sa më korrekt dhe më të drejtë? Ka njerëz që nuk e din ende se janë lajme apo portale që mund t'jenë edhe dezinformative, që nuk informojnë ashtu siç duhet. Por pjesa më e madhe besoj se e zgjedhin informacionin që duan të lexojnë, sepse nëse dikush dëgjon OBSH-n apo të flasë një institucion zyrtar, atëherë besoj se duhet ta ketë parasysh atë informacion dhe jo të marrë parasysh informacione nga portale që nuk dim as vetë se nga janë hapur apo sa shikues kanë. Cili është mendimi juaj, Klea? Normalisht komunikimi është i rëndësishëm në çfarëdo lloj situate, pasi në jetën tonë të përditshme komunikojmë. Dhe normalisht në një situatë të tillë pandemie, ku përfshiheshin të gjithë personat, qeveria, qytetarët, kishim një gjithë përfshirje, komunikimi duhet të ishte shumë herë më i rëndësishëm dhe më i veçantë, do thosha në këtë rast, duke qenë se duhet të zgjidhej dhe rruga dhe mënyra e komunikimit, duke qenë se nuk ishte një komunikim i thjeshtë, kishim bënë me jetë njerëzish, me një pandemi, një situatë tepër veçantë, dhe normalisht ashtu siç tha dhe Olta, portalet kishin rolin kryesor të komunikimit, gjithashtu edhe media, duke qenë se ne besojmë, dëgjojmë, lexojmë atë çfarë ne i serviret dhe vetë individi duhet të jenë pak të përgjegjshëm në atë se çfarë zgjedhin të lexojmë. Pra ne duhet të zgjedhim. Në fakt, kjo që thoni ju ekziston natyrisht, por si në një treg ku shkon të blesh zarzavate dhe zgjedh ato që të duken ty më bio, më të mira, është edhe intuita qytetare që të thithë natyrisht atë informacion, që të komunikoj me atë mundësi që besoj i përket asaj
një informimi të përgjithshëm dhe zyrtar, apo jo? Ju keni kryer një analizë, ku keni mbështetur këtë analizë që keni realizuar? Analiza ime ka qenë mbështetur te impaktet sociale, tek impaktet sociale që kanë dhënë institucionet zyrtare. Për mu në fillim fare ishte shumë e vështirë të besoja se duhet të mbylleshim. Dhe madje këtë e kam shkruar edhe tek analiza. Dhe në fillim fare nuk e zbatova, të them të drejtën, por më pas kur dëgjova për ditë duke dalë, duke folur, rastet po shtoheshin në qytetin e Shkodrës, atëherë fillova ta besoja dhe kam qëndruar rreth 2 muaj brenda. Tërë duke qenë se ne kishim të analizonim një situatë komunikimi dhe duke qenë se situata pandemisë ishte shumë aktuale, unë kam bërë një analizë me gjykimin e arsyetimit dhe të bindjes, për faktin e lindjes së pyetjes nëse është pandemia e vërtet apo janë thjesht konspiracione të njerëzve më në fuqi apo të vetë qeverisë. Dhe duke qenë se në një mjek amerikan para disa kohëve ka dalë duke bërë një deklarat duke thënë që pandemia nuk është e vërtetë, është një virus i thjeshtë dhe shumë njerëz kanë vdekur nga viruset e thjeshta, pse duhet të mbyllemi tani në karantinë, pse nuk e kemi bërë më parë, pse tani dhe lindi kjo pyetje tek njerëzit, është me të vërtetë diçka e vërtetë, është një pandemi që ekziston apo është thjesht një konspiracion i njerëzve më të mëdhenj për përfitimet e veta personale. Ndërkohë që duke marrë informacione, duke krijuar një lloj komunikimi të përditshëm me informimin, por edhe me ndjesitë personale, sa empatike mund të jeni bërë ju dhe natyrisht njerëzit, si ndikon kjo në atë të ndjerit të brendshëm të një problemi të tillë, duke marrë një informacion, duke komunikuar nëpërmjet tij? Atëherë, unë vetë si person jam person i ndjeshëm edhe në qenë fillim kur ishte janë vendin ton, por ishte në Kinë apo në Itali. Në Itali ne na erdhi më afër, por e kuptoja se njerëzit kishin frikë, kishin panik. Dhe po ashtu unë ndjeshe po një lloj si ata, sepse e kuptoja se ne na kishte ardhur afër. Italia nuk është larg me Shqipërinë. Dhe duke ditur këtë gjë, ndihesha njësoj sikur t'isha pranë tyre, por gjithashtu kishte edhe ndjeshmërinë e të qenit nga që njerëzit po vdisnin, unë ndihesha edhe isha më shumë empatike, sepse e mendoja se do vinte në Shqipëri dhe rastet po shtoheshin, po ashtu edhe vdekje kishte. Edhe ditët në vijim këto ditë ka pasur raste vdekje, edhe akoma është e dhimbshme për mua të mendosh se njerëzit po vdesin, edhe po vdesin nga një virus i cili nuk e din se ku ndodhet apo nuk e shohin. Nuk e shohin fare. Në momentin që përballen me një lajm të tillë, normalisht ngjall habi, domethënë reagimi im i parë ishte habia, çudia duke qenë se ishte diçka e re e pa dëgjuar dhe shumë pak informacione mbi të nga vinte ose nga mënyra se ishte krijuar, pavarësisht se ishin hedhur hipoteza të shumta për krijimin e këtij virusi. Dhe pastaj normalisht me shtimin e lajmërimeve, duke qenë se fillon të dilnin dhe raste, normalisht vjen e bëhet më i besueshëm. Më pas lind edhe ndjenja e frikës, kujdesit ndaj vetvetes e të familjes dhe njerëzve që ke përreth. Dhe normalisht empatia fillon e rritet. Pastaj ndoshta me kalimin e kohës, duke qenë se ngjarjet kanë marrë edhe rrjedha të ndryshme. Para në fillim ishin të shumta, frika ishte më e madhe, ndërsa tani besoj se frika është më e vogël, duke qenë se edhe njerëzit janë mësuar tashmë me këtë situatë. Megjithatë, informacionet e fundit të shtimit të rasteve dhe të uljes së fashës së moshës nën 30 vjeç, siç po dëgjojmë kohët e fundit, është përsëri një tingëllim alarmi që të bën aq të ndjeshëm. Mirë, Klea, për shembull, duke marrë informacione të herpashershme, mos ndoshta krijohet një lloj varësie nga kjo
ky lum informacionesh dhe komunikimesh të përditshme të njerëzve që dalin, që tashmë u bën shumë të njohur. Si e keni parë ju këtë lloj mundësie për të marrë informacionin? Realisht krijohet varësia nga informacionet, të gjithë jemi të varur, besoj, dhe në momentin që ne duam të kemi një njohuri ose duam të jemi kushtent ndaj diçka e çfarë po bëjmë, për atë çfarë jemi duke bërë, normalisht gjëja e parë që bëjmë është të kërkojmë informacione dhe nëse mund të them që jemi të hetur për informacione, normalisht edhe klikimet tona në vendin ku marrim informacionet ndoshta janë nga më të ndryshmet, edhe në portale të cilat mund të themi i krijojnë ato lajme vetëm për përfitimet e veta ose normalisht për përfitimet e veta. Le të nisemi tek informacionet zyrtare, sepse në përgjithësi aty drejtohet vëmendja. Pastaj të tjera përrejde, lumej të vegjël të rrëmbyeshëm, bin të gjitha llojet e gurve, shkëmbinjve në rrjedhën e madhe të jetës natyrisht. Por duke u nisur nga informacionet zyrtare, sa ndikues mendoni ju janë psikologji në jetën? Ulesh për të ngrënë, hap televizorin, ndoshta nuk është e këshillueshme shumë mirë, sepse një vëmendje duhet i kushtohet ushqimit dhe përqendrimit, respektit ndaj tij. Por kështu jemi ne, edhe dëgjojmë, edhe në moment kemi informacione sa janë sot, sa janë shëruar, sa janë të testuar etj. Si mendoni, si ka ndikuar ky lloj komunikimi i përditshëm me jetën tonë, me jetën e njerëzve, me të rinjt siç jeni ju? Ka diçka që domethënë bëhet si një personazh i dukshëm dhe i padukshëm që të merr për krahu dhe bën një copë rrugë goxha të madhe me ty? Informacionet zyrtare besoj janë ato që kanë besueshmërinë më të lartë. Por ne njerëzit i marrim informacionet sipas ndjesive tona dhe sipas gjykimit ton. Ju vetë tha që kur ulemi të ham, ne dëgjojmë lajmet. Dhe këto lajmi i parë dhe kryesor është vetëm për koronavirusin apo Covidin. Unë për vete në fillim jam ndjerë shumë keq. Edhe psikologjia ko kenë shumë e dopt, edhe unë ndjesha në ankth, sepse babai im ishte në punë çdo ditë, edhe kisha frikën se mos e merrte ai dhe po e sillte në shtëpi pa e ditur fare. Por më pas filluam duke i ralluar shikimin e lajmeve, sepse vija re që aty vetëm këto lajme po na shtonin vetëm ankthin dhe nuk po na jepnin asgjë tjetër. Dhe fillova duke lexuar në internet në faqe më zyrtare, duke hyrë në faqe mjekësie apo faqe që kishin informacione të rëndësishme, sepse po të hyje tek faqe apo portale që kishim në Facebook apo Instagram ku kishte edhe lajme ja si shërohet virusi apo lajme të tilla që abuzive që thonin se shërohet virusi me barna bimore. Por këtë gjë nuk e dinte askush. Dhe njerëzit këto gjëra i lexonin dhe donin të bënin në shtëpi sepse kujtonin se shpëtonin nga virusi. Sepse ishte ankthi se mos do e merrnin, mos do shkonin në spital apo ishte frika mos do vdisnin. Por unë për vete jam munduar të lexoj sa më shumë lajme zyrtare, sepse duke ditur gjithmonë se portalet nganjëherë janë edhe dezinformative, nuk është se të informojnë për ndonjë gjë, thjesht e kanë për një like apo për ndonjë përfitim të tyre. Natyrisht ka një kufi të besimit dhe mosbesimit. Në një kohë kur një ferr, le ta quajmë kështu, mos qoftë, po le ta quajmë kështu, jeton si një ferr i zakonshëm, bëhet gati i parëndësishëm pastaj. Prandaj sa më shumë besim, sa më shumë një masë të mirë edhe të koncentruar të informacionit, aq më mirë është impakti tek njerëzit, aq më shumë përjetohet ai në mënyrën e duhur. Apo jo. Është një mënyrë që është e vështirë ta gjesh,
sepse kërkon një ekuilibër mes moralës, përjetimeve, por edhe asaj imagjinare, sepse shpesh njerëzit e shikojnë si diçka imagjinar dhe mos qofshin të shumt, ata që e takojnë çuditen pastaj. Prandaj ky informacion është i vlefshëm natyrisht, por sa mirë do të ishte që të ishte në masën e duhur. Unë besoj që është edhe në dorën e njerëzve për ta besuar, pasi mund të themi që ka akoma njerëz të cilët më thënë që është një vepër e Zotit, ose thonë që presim Zotin si ta ketë të shkruar Zoti. Pra, përveç se ne dëgjojmë lajmet e qeverisë çdo ditë dhe besoj se e jemi tashmë të varur, pasi çdo ditë në televizor zgjohemi në mëngjes të shohim sa kemi të infektuar, nëse kemi të vdekur, si po shkon situata me gjendjen. Pra është bërë në përditshmërinë tonë kjo gjë, por ka nga ato njerëz akoma të cilat thonë po është një vepër e Zotit, ose Si mendoni sa ndikon në psikologjinë e njerëzve të grup moshave të ndryshme? Natyrisht të moshuarit janë shumë të ndjeshëm. Fëmijët të cilët ndoshta nuk e rrohin mirë informacionin, janë po ashtu të ndjeshëm sepse u karantinuam në një farë mënyre. Gjithsesi, kjo ka të bëjë edhe me jo thjesht me një ndjeshmëri të brendshme, por edhe me ngacmimin psikologjik. Unë kam vënë re nga të afërmit e mi që kanë fëmijë të vegjël, që mundoheshin të shpjegonin fëmijës së tyre në një mënyrë të bukur, që mos t'ja bënin shumë të mos i fusnin frikën, sepse fëmijët pyesnin për ditë pse po mbyllemi, pse rrim brenda, pse s'duhet të dalim, pse po vdesin njerëzit, sepse edhe ato dëgjojnë edhe pyesin, ose kishte edhe nga ato pyetje që të bënin çfarë është Covidi, apo pse ne po rrim brenda dhe nuk po dalim nga shtëpitë tona. Edhe kishte raste që prindrit, shumë nga prindrit besoj e kanë bërë këtë gjë, janë munduar që fëmijëve të mos i fusin stres. Edhe janë munduar t'ja shpjegojnë me fjalë të vogla, duke thënë që ne duhet të qëndrojmë brenda sepse është për të mirën e shëndetit ton. Por besoj se ka pasur edhe prej atyre fëmijëve që e kanë përjetuar mjaft jo mirë, sepse fëmijët ishin deri në ato momente shumë të lirshëm. Dilnin çdo ditë me prindrit, luanin me shokët, shkonin në kopësht, bënin detyrat, ndërsa një ditë pa pritmas gjithçka ishte që ata duhet të qëndronin brenda. Dhe kjo ndikoi përkeq tek ata, sepse shihja edhe video në internet që kishte fëmijë që qanin. Thoja me vete, pse ja kanë shpjeguar kaq keq, apo pse e kanë marrë kaq keq, por si duket çdo gjë është me përjetimin e njeriu, edhe çdo gjë përjetohet siç. Po, megjithatë, komunikimi online duket sikur ishte një anë, një dritare, patjetër që ka qenë një dritare. Një dritare e mirë, ne shpesh themi qëndrimi në internet për kohë të gjatë, apo në rrjetet sociale nuk është shumë i shëndetshëm, nuk është aktiv, por në këtë rast nëse nuk më lejo të gjykoj, në këtë rast më duket se që një dorë e shtrirë përtej asaj dritare për t'u lidhur me të tjerët. Si e mendoni ju këtë? Qoftë edhe për detyrat e shtëpisë, qoftë edhe për të ndjerë mesazhet e njerëzve, për të ndjekur muzikë nga artistët apo komunikime të ndryshme. Komunikimi online ishte një gjë e re edhe për ne, për të, siç thatë edhe ju, një dritare e hapur si një dorë e shtrirë, duke qenë se tashmë universitetet dhe shkollat ishin mbyllur dhe normalisht mësimi dhe leksionet duhet të zhvilloheshin online. Ishte një eksperiencë e bukur dhe mjaft ndihmuese, mund të them. Gjithashtu ishte diçka e veçantë dhe besoj se të gjithë ato që kanë pasur fatin ta provojnë. Mund të them se mund të ketë qenë pak e vështirë pasi auditorët janë ndryshe, janë një eksperiencë më e bukur dhe normalisht natyrisht leksioni është aq i herë dhe më përfshirës, por një eksperiencë e re dhe e bukur. Besoj se në vitet e vazhdim kemi diçka çfarë të kujtojmë nga komunikimi online. Përveç kësaj, ndoshta është edhe një mundësi për të parë edhe një akses në raste të veçanta kur për shembull mësimet jepen online ose detyrat dhe komunikimet, ndoshta lidhet me parafturimin. Përsëri po i drejtohem moshës fëminore, të
të cilat shumë prej tyre prisnin të komunikonin me mësuesen, të pasqyronin detyrat, një punim artistik apo një këngë të kënduar. Ndoshta e zgjeroj këtë lloj komunikimi, duke përfshirë diçka brenda vetes, e mbase shumë shka, klasën e shokut, gjë që asnjëherë nuk mund të zëvendësohet me marrëdhëniet reale, apo jo? Në fillim, edhe fëmijët, edhe të rriturit besoj e kanë pas të vështirë mu akomodu me pjesën online. Por, kur filluan të bënin mësim online, ose të komunikonin me mësuesit, me mesazhe, apo të hynin në platforma të ndryshme që përdoreshin për të bërë mësim, atëherë gjithçka ndryshoi, sepse fëmijët tashmë ndiheshin, nuk po them njësoj si në shkollë, sepse është krejt ndryshe, po kishin angazhim. Edhe të paktën qëndronin me mësuesen përballë, flisnin, edhe nëse kishin ndonjë shqetësim apo ndonjë gjë, ja thonin aty për aty. Ndërsa kur nuk ke se me çfarë komunikon apo nuk ke asnjë angazhim, atëherë kur qëndron brenda nuk ke se çfarë. Unë nuk e di sepse me këtë merren mësuesit, vlerësuesit e njohurive, unë nuk e di se sa është shuma e përfitimeve, por angazhimi i fëmijëve ama në këtë rast ka qenë tepër pozitiv dhe një angazhim që krahas vlerave mësimore dhe edukative ka edhe një vlerë të madhe psikologjike. Besoj se qoftë edhe komunikimet nëpërmjet mesazheve, video mesazheve të artistëve apo njerëzve të njohur e kanë shprehur këtë anë në këtë lloj komunikimi, edhe me grup mosha të tjera, apo jo? Nuk e di si e quani mjeshtrin e komunikimit, cila natyrisht nuk mund të ketë një peshore, por për sosja e tij natyrisht është një rrugë e pambarimtë. Në këtë kohë, pikërisht duke u referuar kësaj pandemie, si e keni vlerësuar komunikimin në të gjitha aspektet? Besoj se ka qenë i arritshëm se në situatat e tjera, duke qenë se dhe vetë njerëzit mund të themi se kanë qenë të detyruar të komunikojnë ndoshta më shumë se herët e tjera, pasi të gjithë ne kemi qenë brenda me familjet tona dhe normalisht komunikimi ishte dy fish më lart se i ditëve të zakonshme të tjera para kësaj pandemie. Por edhe me njerëzit e tjerë ka qenë dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm dhe besoj se ka qenë përmirësim, duke na bërë neve më të afrueshëm me të tjerët, pasi normalisht jeta është një gjë e veçantë që të dhurohet vetëm një herë dhe pse mos ta shohim me njerëzit që ne duam dhe që kemi pranë. Megjithatë, përsëri le të referohemi kësaj situate. Dhe duke qëndruar në këtë mjeshtri të pafundme të komunikimit, shpeshherë krahas informacioneve zyrtare të një personi zyrtar, kemi në mbrëmje biseda pafund, njerëz që shihen, specialistë që dalin nga njëri ekran në tjetrin, përsëri në një tjetër, përsëri të njëjtat fytyra, të duket sikur i ke në shtëpi, sikur i ke ftuar për darkë. Cila është masa? Sepse krahas dobis është edhe një farë bezdisje psikologjike. Si e konsideroni ju këtë? Po të shohësh çdo ditë që në fillim të pandemisë dhe besoj se vazhdojnë ende të japin emisione ku janë të ftuar të njëjtat fytyra nganjëherë, të njëjtat analist, të njëjtat persona, të njëjtat mjek, që thojnë po të njëjtat gjëra ndoshta çdo ditë ose mundohen të rregullojnë në mënyra të ndryshme. Por kjo nuk është një gjë e mirë, sepse ti sot je tek një stacion, nesër do shkosh te një stacion tjetër. Nuk është se do ndryshojë ndonjë gjë. Ti të njëjtat gjëra do thuar se pandemia e njëjta gjë është për të gjithë. Por besoj se nganjëherë kjo bëhet e bezdishme dhe duke i dëgjuar tërkohës të flasin vetëm për pandeminë dhe të mos thonë paktën një gjë të mirë, por tërkohës i mëshojnë që do kthehet, do jetë më rrezikshme për njerëzit.
por nuk e di, mendoj se duhet ishin më të kujdesshëm dhe të kishte më pak të ftuar dhe të ishte më fokusuar tek pasojat apo tek shkaqet që sollen këtë pandemi këtu dhe që ende po vazhdon të jetë pjesë e ambienteve tona. Në fakt, ju jeni studente të gazetari komunikimi. Por ju kjo situatë, ashtu si për shumë njerëz, është një shkollë komunikimi, një shkollë ku ju keni fituar edhe një aset në një të komunikimit në një situatë të veçantë. Por ju, si ka ndikuar kjo në sferën e specializuar tuaj, siç janë studimet në gazetari komunikim? Ju kanë dhënë diçka, do të thënë, ju kanë dhënë një lloj praktike. Besoj se në çdo situatë që ne mund të provojmë vetëm në këtë, por njerëzit e marrin një përvojë, pra një aset të dobishëm për jetën e tyre dhe normalisht një situatë e tillë për ne që jemi studentë të vetë gazetarisë komunikim ishte tepër e rëndësishëm, na mësoi gjëra të reja dhe normalisht të përballem me gjëra të reja dhe ndoshta na bën të kuptojmë që me të vërtet komunikimi pas ka qenë edhe më shumë i rëndësishëm se sa ne në të vërtet kemi menduar dhe e kupton se sa i dobishëm është ai, kupton se çfarë përfiton nga komunikimi dhe çfarë bën komunikimi në të vërtet. Madje do të thosha që duke marrë një lajm kryesor, siç është lajmi i pandemisë, një specialist i komunikimit e shpërndan veshtrimin e tij në të gjitha pasojat dhe rrjedhojat e këtij informacioni që është kryesor, qoftë në anën ekonomike, qoftë në anën psikologjike, qoftë në anën e veprimtarisë së njerëzve, apo natyrisht shëndeti që është i pari. Pra, duke qëndruar në të gjitha sferat rrjedhuese të një informacioni bazë, një gazetar apo një specialist i komunikimit ka një praktikë dhe përvojë të papërsëritshme. Besoj se ka qenë një periudhë shumë edhe është, po, ka qenë një periudhë edhe është ende një periudhë shumë e rëndësishme për ne, sepse ne si student të gazetarisë dhe komunikimit duhet ta vlerësojmë këtë situatë dhe ta analizojmë mjaft mirë në disa aspekte që ne i mësojmë edhe në universitet. Po besoj se edhe ne si gjithë të tjerët në fillim nuk është se e kemi marrë si një analizë apo ta kemi vlerësuar situatën. Edhe ne në fillim kemi pasur frikë, por pasi na u dha të bënim një analizë, atëherë filluam ta mendonim më shumë gjërat me hollësira dhe ta shihnim këtë situatë që ishte në favorin tonë dhe po na ndihmonte të kuptonim teoritë tona të komunikimit. Keni menduar ndonjëherë veten si raportuese në terren, atëherë kur rrugët zbrazeshin, kur ora 1 ose një orë tjetër binte dhe të gjithë duhet të mbylleshin pavarësisht problemeve, shqetësimeve, punëve që kishin? Realisht po, do të thënë këto muaj të kësaj pandemie të vështirë kemi parë gazetarë të cilët kanë qenë gjithmonë në terren duke raportuar dhe normalisht respekt për ta, kanë bërë një punë të paloshme duke qenë se edhe atyre ka qenë në rrezik pasi të gjithë ne kemi familjet tona dhe ato kanë pasur familjet e tyre, por pavarësisht kësaj ato kanë vendosur të vazhdojnë punën e tyre dhe normalisht duke parë se sa bukur është jesh një gazetar në terren, normalisht gjallë më shumë dëshirën të ne që të punojmë më shumë, që një ditë jemi dhe ne si ata dhe normalisht të fitojmë kënaqësi nga këtë gjë që bëjmë. Unë isha shumë pata kënaqësinë të komunikoj me ju në të gjitha këndvështrimet që ju e keni parë rolin e komunikimit në një situatë të veçantë e natyrisht duke shpresuar që kjo situatë të shkojë drejt shuarjes, por të jetë një aset në praktikën tuaj si gazetare dhe specialiste të komunikimit në vijshmërinë e studimeve dhe të praktikës suaj. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj gjithmonë ecuri të mirë dhe pasion në mënyrën e komunikimit, të dhënies së informacionit, të mbështetjes që duhet jap
një informues ndaj një publiku apo një auditori ku mund të ndodh, e natyrisht të jap gjithmonë vërtetësi. Lajmin e vërtet, lajmin zyrtar, lajmin që nuk duhet të ketë si thua rrjedhje nga anë të ndryshme, por duke qëndruar në një ekuilibër të mirë të marrjes të vërtetës dhe pasqyrimit të saj. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Faleminderit ju. Faleminderit.